Kur dolëm jashtë një polic civil, ka 2 metër të mëdha. Më nxet për qafë, thot, a kime morë ma pushë Kosovë. Osobeja ishte dikun një 50 metrë larg, pinejve. Edhe atëherë na thanë, a që shkoni të Amerikanë të juve. Po para se me mrin Likoc, ruaja e UÇK-s na dol në rrugë, i nali Osobejn. Edhe atëherë kur i pa ma mblejmën e UÇK-s, atëherë kuptuam që me të vërtetë na kanë liru. Edhe në çdo ndërkohë herë një gardian serb, ushtar. Thot Ballazhi, thot, ta ki kese, tash po. Ta meri tesh asë një kese, e ki këto të burgi që e ki. Edhe ta shkatu ndodhë, ta i në ty e qu, me ju përshkatu. Edhe mu kesh mungue. Edhe me një e kesh me, tha pse po kesh? Tash ma mirë me më përshkatu, sa me njët me juve. Edhe atë e mra në shpinë, edhe morëm teshat, nësë me dali jashtë. Kur dolëm jashtë një polic civil, ka 2 metër të mëdha. Më nxet për qafë, thot, a kime morë ma pushë Kosovë. Kësi rrudha kraut, nuk e disha çka të thonë. Më ka qitë prangat, dhe më ka i në ato posë, ku i këshni për ato tjertë, Burgast. Edhe tha, në e krijet për kariket ato puzit, edhe asa unë as drejt. Vesh për. Edhe ka nip, në ka nip në ullëse, ka lasht me kem në këto, edhe ka fillu ato puzit. Dhe më thonë, prej nishit, këne arë ka Giljani, atër kur e në Giljan, tha qeni krijet. Që më duk që janë civil, nuk e di për çfarë. Ne e vrejtëm që në Giljan, se në bas targave të kejrëve që i shifshmi gëllë, dhe më thonë, ishmi në teritorë Kosovës, po ne mendimin për përshkatim. Që të sanë të tishtë. Prej atit në kanë dërgu në Ferizaj, në kanë majtë një gjësor ati, edhe kanë fillu për Suarek. Për Suarek, ku e kanë marveshë, ku e këshin plan takimin me Osobejn. Do me thonë, Suarek i shkoni si poligon, edhe në nalën ati. Edhe në isaj për e pritme se që nuk pas kanë me në përshkatu gëtin. Ndërko kur vinë Osobejë me ato kerët e portokalta, pak nërë mu liru se nëse të këtive nështë snavrasë. Edhe fillu me zgjidhë dhur prangat. Edhe na qëtën poshtë. Pile mu më këtë qëtën prangat, së lirejshin. Dhe një polic me një fartili, qili, edhe rash poshtë. Po, kuran poshtë, atere thanë, Osobeja ishte dikun një 50 metrë larg, pinejve. Edhe atere na thanë, a që shkoni të Amerikanë të juve. Po një gjatë udhës për të Osobeja, vese preqmi kur do të na qëllajnë edhin. Po fatë, shkuma ato këna apan të Osobejë si apën dirë të veturave, edhe afru kur afrum të hajp një mrejna, tha se ju kanë liru. Së ishte pa besushme, se asë nuk e preqmi. Edhe na dhanë soka, këto pëjmë. Edhe fillun për Malishev, për Malishevës unë gjithëm për Likoc. Po para se me mrin Likoc, ruaja e UÇK-s në dojnë në rrugë, i nali Osobejn. Edhe atëherë kër i pa ma mblejmën e UÇK-s, atëherë kuptuam që me të vërtetë na kanë liru. Edhe ma kur mrenëm shtap Likocit, aty na kanë prit Jakub Krasniqi, se kujtohet, edhe ushtarë qirë. Të më dhe ato u realizu një qëllim që më në fund edhe Serbia e pranoj që i bon ndrimin e ushtarëve, ushtarë me ushtarë.